Përgjigje do të ketë. Më lejonit përshëndes edhe njerë zotin Veliu, në cilin do të kem një komunikim në vazhdim. Zotin Veliu, 7 qershori, të tretat palë zgjedhje për Kosovën, që ka një kosto jo të vogël, dhe këtu nuk flas vetëm për aspektin ekonomike dhe financiar, flas edhe për Kosovën në sytë ndërkombëtarëve, Kosova në arenën ndërkombëtare, por edhe për jetën e qytetarëve të Kosovës. Se shumë është diskutuar për këtë krizë politike të vazhdueshme, por jo për atë se çfarë ndodh kur projektet edhe ligjet nuk votohen sepse mendja është tek presidenti apo tek qeveria. 7 qershori janë zgjedhje të reja që do të sjellin një zgjidhje për qytetarët e Kosovës dhe për klasën politike atje? Por ne të gjithë shpresojmë se 7 qershori është një datë në të cilën do të merr përfundimisht kjo kriza kosovare, pra me zgjedhjet e njëpasnjëshme. Brenda 18 muajsh Kosova mban zgjedhjet e treta parlamentare, e në mes të tyre kemi pasur edhe 2 palë zgjedhje lokale, që do të thotë se brenda një viti e gjysmë në Kosovë janë zhvilluar 5 palë zgjedhje, gjë që është e tepër si për buxhetin, si për problematikat e të cilat ndodhet Kosova, e ashtu edhe në aspektin ndërkombëtar, pra për marrëdhëniet e Kosovës me vendet e Bashkimit Evropian, me Shtetet e Bashkuara edhe me të gjithë komunitetin ndërkombëtar, duke pasur për bazë se me ngërçet e tilla politike, Kosova po humb një pjesë të mirë nga fondet të cilat janë të ndara për vendet që do të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Pra bëhet fjalë për 6 miliardë që ka qenë ndar vite më parë, nga të cilat njëjtë Shqipëria dhe Mali Zi kanë marrur 2 apo 3 herë nga një pjesë të caktuar sipas rregullave evropiane, ndërsa Kosova nuk ka marrur asnjë gjë dhe në fund të qershorit do të humbë shumën e parë të tyre, e në qoftë se do të kemi ngërç politik dhe nuk do të arrijmë miratimin e ligjeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian, deri në fund të vitit do të humbim edhe pjesën e tjetër të atij buxheti të ndarë nga Bashkimi Evropian. Pra, nuk bëhet fjalë vetëm për problematikën me të cilët po përballen qytetarët e Kosovës, pasi që në Kosovë tash e gati 2 vite nuk diskutohet për zhvillim ekonomik, nuk diskutohet për problemet me të cilat përballen qytetarët e Kosovës, por diskutohet vetëm për zgjedhje dhe për ato shpërblimet që nuk mund të quhen ndryshe vetëm se blerje e votës së qytetarëve nga qeveria e Kosovës, me nga 100 euro për pensionerët apo me nga 100 euro për student. Por zoti Veliu, është thjesht gjithë diskutim, se ju përmendët 5 palë zgjedhje në një vit e gjysmë dhe është e tepër të realisht, flasim për zgjedhje parlamentare apo edhe ato lokale. I gjithë diskursi duket sikur pas një viti e gjysmë përqendrohet vetëm tek çështja e emrit të presidentit, se për këtë nuk u ra dakord, për këtë nuk pati bashkëpunim mes palëve, por është thjesht çështje e emri, sepse Kurti është zotuar se edhe pas zgjedhjeve të 7 qershorit ka ndërmend një president apolitik. Do ta mbaj Albin Kurti këtë premtim? Po, Albin Kurti, sikur të kishte ndërmend një person apolitik dhe të dëshironte të jepte Kosovës një president konsensual, ka pasur mundësinë para këtyre zgjedhjeve dhe do të shkonim në këto zgjedhje. Në këto zgjedhje që për momentin dhe për mendimin tim janë shumë të panevojshme, duke pasur për bazë se qeveria Kurti në parlament ka 51% të votës dhe si e tillë e ka të gjithë fuqinë e tij për të realizuar, për të qeverisur dhe për të mirakuar të gjitha ligjet që ata i dërgojnë në parlament. Ata e bën një maskaradë politike, duke filluar me takimet herë me kryetarin e Partisë Demokratike zotin Hamza, herë me atë të Lidhjes Demokratike Lumir Abdixhikun, mirë po në fund të ditës dolën pa asnjë rezultat. Pra nuk e ndoqën rrugën e cila do të çonte drejt zgjedhjes së një presidenti konsensual dhe 2-3 ditë para mbarimit të atij afatit dolën në 2 kandidatë të tyre, e në anën tjetër i bëhej thirrje që të dërgojnë opozita emrin e tyre. Që në këtë rast që emri i tyre i duhej vetëm sa për t'i pasur ata në sallë, se do votohej zoti Vlau Konjuca për president. Dhe si e tillë
siç është forca kryesore, pra me numrin më të madh dhe forca më e fuqishme politike, në këtë rast mendoj se edhe fajin kryesor për shkuarin e të zgjedhje e mban ajo forcë duke qenë se është më e fuqishme dhe ka numra më të shumë. Po e bën pushteti Albin Kurti pak arrogant? Zoti Veliu, si e keni parë? Do të thënë, nëse e marrim nga 14 shkurti 2021-shit, por mbi gjitha nga 9 shkurti 2025-s, kur përsëri fitoi dhe kur erdhi duke u rritur edhe në 28 dhjetor të 2025-s, do të shohim se si janë shanset për të marrë pak më shumë se 60% për qeverisur i vetëm që të mund ta zgjedh vet. Edhe drejtuesin e qeverisë sigurisht ka përshtypjen që mbetet ai, por edhe emrin e presidentit nuk e di sa skenar të mundshëm e shihni, por si ka ndryshuar ose si e ka ndryshuar pushteti Albin Kurti në sy tuaj? Po, unë mendoj se për fatin tonë të keq jo vetëm Albin Kurti, për të gjithë ata që kanë pasur pushtet në Kosovë, e kanë bërë të njëjtën gjë dhe gjithmonë i kanë ndryshuar forca e tyre politike, por edhe pushteti. Për sa është arrogant Albin Kurti, është parë qartë shumë se në intervistën e tij që bëri para pak ditësh, kur e tha shumë qartë se unë nuk jam votuar për kryeministër që të zhvilloj projekte në Kosovë apo për investime kapitale në Kosovë, unë nuk e di se për çfarë drejtëshin është votuar ai. Nëse një kryeministër thirret në një gjë të tillë. Kjo e tregon shumë qartë. Mirë, po për fatin tonë shumë të keq është një pjesë e qytetarëve, e simpatizantëve apo militantëve të partisë së tij që nuk e kanë idenë se çfarë është duke ndodhur në Kosovë. E një pjesë e madhe e tyre është edhe nga Mërgata. Pra, janë qytetarë të cilët nuk kanë haberin se çfarë është duke ndodhur në Kosovë, e ndoshta asë që ndjekun ndonjë lajm apo televizion shqiptar, mirë po janë të prirë për të bërë propagandë në mbështetje të kësaj këtyre politika që në fund të ditës nuk janë duke shkuar në interesin e qytetarëve e të vendit. Dhe në të vërtet, partia politike që Albin Kurti, jo për të bërë mbrojtjen e Kurtit, po për të bërë pak oponencën tuaj, ka të drejtë Albin Kurti kur e mendon veten të gjithë pushtetshëm apo me pushtet gjithmonë në rritje, sepse nga 14 shkurti 2021-shit, kur lëvizja vetëvendosje bashkë me zonjën Osmani prise të listës në ato kohë, sepse Kurti nuk ka qenë pjesë e saj, ka marrë 438.000 vota, nga cila deputetja më e votuar ishte vetë zonja Osmani, e deri në rezultatin e 28 dhjetorit, Albin Kurti, apo partia Lëvizja Vetëvendosje, vetëm është rritur në 487.000 vota, apo 51.10% të votave, me Kurtin përsëri deputeti më të votuar nga 300.000 vota në shkurt në 403.000 vota personale në emër të tij dhe me Vetëvendosjen që arriti 57 deputet. Por këtë herë ka një ngërç dhe ka një përballje të fortë, apo ka një sfidante të fortë që prin listën e LDK-s, që është Vjosa Osmani. Dikur zonja që Albin Kurti e propozonte teksa ishte në koalicion me të si emri më i mirë dhe figura që i duaj Kosovës si me një zonjë presidente, ndërsa sot është armikja numër 1 e tij, të paktën politikisht. Tani, kam bërë gati disa skenar dhe për këtë dua t'ju pyes, zoti Veliu, LDK fiton Abdi Xhiku kryeministër, Vjosa Osmani president, apo qëndron në pushtet Albin Kurti, merr më shumë se 60% votave dhe qeverisi vetëm, dhe nuk kam më nevojë më pas për këto skenar të bashkëpunimit me opozitën që për një vit rresht nuk ecën? Ja, fillimisht unë duhet të bëj një përmirësim dhe t'ju them se nuk kemi gjithmonë rritje të lëvizjes dhe të zotit Albin Kurti. Nga zgjedhjet e vitit 2021 në zgjedhjet e shkurtit të vitit të kaluar, lëvizja vetëvendosje kishte një rëndje. Nga 50% ishte në 23%. Ndërsa nga 43% kemi pasur një rritje në dhjetorin e vitit të kaluar, kur lëvizja vetëvendosje mori 51%, në ndihmës të fuqishme në këtë rast e mori nga Mërgata shqiptare dhe pikrisht nga data e zgjedhjeve të cilën e kishte caktuar vetë zonja Osmani, që deri në ato momente nuk përfaqësonte më shumë se sa ishte një notere të partisë në pushtet dhe të zotit Kurti. Pra, zonja Osmani për asnjë moment nuk ka qenë në krye të detyrës së saj, pra si president që përfaqëson interesin e përgjithshëm të popullit dhe njihet si simbol i unitetit. Pra zonja Osmani në momentin deri në atë moment ishte
bënte çfarë kërkonte Kurti, desa në momentin kur e kuptoi se zoti Kurti dhe lëvizja vetëvendosje nuk kanë votë për zonin Osmani, ajo doli me thashë thëme se zoti Kurti kishte takime të fshehta me Vučićin, apo se zoti Kurti do të kërkonte qira për bën shtilin, gjëra që mendoj se e kanë ulur integritetin e saj para qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe shihet qartë se zonja Osmani tërë këtë fushat është duke e bërë vetëm për interesin e saj të ngushtë personal dhe asgjë tjetër. Ndërsa në atë që e thatë ju më herët, zoti Abdigjiku kryeminist, zonja Osmani presidente, është e njëjta gjë të cilën e kishte thënë zoti Kurti në vitin 21 dhe shiten se çfarë opozite kemi, njerëz që nuk kanë ide, por kopjojnë nga e kaluara e Kurtit. Kopja nuk del asnjëherë më mirë se origjinali. Dhe në këtë rast mund të them se lidhja demokratike nuk do të mund të kthej ato vota që ata pretendojnë nga lëvizja vetëvendosje. Me padyshim, zonja Osmani mund të merr 2-3%, ndoshta më tepër nga ajo çfarë kishte në zgjedhjet e kaluara, mirë po unë nuk mendoj në asnjë mënyrë që ajo do të arrijë ta kthej elektoratin. Por të kthyer të për të qenë pak unë sakt, 300.000 vota që zonja Osmani i fitoi në 2021-shin. Më leni ta përfundoj mendimin. Domethënë rreth asaj se si do të unë jam më së i bindur se sërish forca kryesore në vend do të jetë lëvizja vetëvendosje, mirë po unë nuk e besoj se lëvizja vetëvendosje do të kalojë 50% dhe do të krijojë vetëm institucionet. Po atëherë nuk zgjidhëm gjë. Lëvizja vetëvendosje do të jetë forca kryesore dhe në qoftë se ajo do të dëshiroj që të zgjidhë të gjitha problematikat që sot ka Kosova, ajo duhet me patjetër të ketë një koalicion që mendoj se koalicioni më i mirë do të ishte koalicioni i dy forcave kryesore, pra Lëvizja Vetëvendosje dhe Partisë Demokratike. Dhe në këtë mënyrë do të kemi zgjedhjen e qeverisë dhe zgjedhjen e një presidenti qoftë nga njëra parti ose ndoshta edhe mundësia tjetër zgjedhjen e një emri konsensual, emër që do të jetë i pranueshëm nga të gjitha forcat politike. Po dhe përsëri i rikthehem fjalës tuaj që këto zgjedhje do të ishin të panevojshme dhe fajin për çuarjen e zgjedhje ka Albin Kurti, sepse nëse do të realizohej ky skenar që ju thatë, që LVV përsëri fiton, por do t'i duhej një koalicion me PDK-n, aty e kishte zotin Hamza, mund ta bënte koalicionin pa që nevoja për të harxuar më shumë para, më shumë energji për të bërë përsëri fushat, ndoshta këtë herë jo më aq premtime sa fushata e mëparshme. Çfarë fituan duke shkuar prapë në zgjedhje për të treguar Kurti që unë sa herë ju çoj në zgjedhje fitoj? Mu më duket se është ajo një lojë që bëhet me qytetarët e Republikës së Kosovës për të provuar se deri ku mund të shkojë. Dhe ndoshta kjo do të jetë prova e fundit e zotit Kurti, se pas shkuarjes në zgjedhjet e jashtëzakonshme do të ketë rritje dhe sërish do të merr pushtetin i vetëm. Unë mendoj se kësaj radhe do ta shet edhe ai se qytetarët kanë filluar të vetëdijsohen dhe nuk do t'i japin më shumë vota se sa ai vetë meriton. Në këtë rast mendoj se nuk do të jetë të mjaftueshme për të qeverisur i vetëm. 14 shkurt 2021 48%, 9 shkurt 2025 46%, 28 dhjetor pjesëmarrja në votime 44%, dhe ndoshta duke mos shkuar në votime mund të jetë një shenjë e lodhjes edhe nga ana e qytetarëve. Doja t'ju ndërpreja pak më parë për t'ju pyetur se thatë ka humbur pak zonja Osmani ndoshta integritetin e saj politik dhe kjo është kryesisht një sfidë për interesat e saj personale për të ruajtur për një mandat të dytë pozicionin e presidentit. Ato 300.000 vota të marra duke u renditur në krye të listës së vetëvendosjes në shkurt të 2021-shit, i ka ruajtur zonja Osmani apo jo? Jo. Ato ishin vota që u morën në listën e lëvizjes vetëvendosje. Kuptohet që një pjesë e tyre vinin edhe nga ata qytetarë të cilët e lanë Lidhjen Demokratike dhe u bashkuan Vjosës në listën Guxon, mirë po ai numri i votave që e ka arritur zonja Osmani mund ta ruaj dhe ta fotografoj në shtëpinë e saj, se nuk do të arrijë asnjëherë në jetën e saj.
E kuptoj. Ka patur një deklarat një ditë më parë dhe pas kësaj më pas dua të përshëndes edhe një kolegë gazetar të Kosovës që na bashkohet në lidhje. Zoti Veliu, ka patur një deklarat nga ana e zotit Kurti, i cili ka folur për detyrim kombëtar Kosovë-Shqipëri, ka një detyrim kombëtar për bashkërendim dhe bashkëveprim. Ka qënë, sepse shumë po e krahasojnë zotin Kurti, lidhur edhe me atë arrogancën e pushtetit që përmenda pak më parë, që shumë e kanë krahasuar kryeministrin e Kosovës me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, edhe pse shumë mirë dhe qartazin e kemi diskutuar bashkë ndër vite për marrëdhënien që ata kanë me njëri tjetrin. Një deklaratë që mund të interpretohet si një sinjal indirekt për nevojën e armonizimit të marrëdhënieve apo të qëndrimeve mes Tiranës edhe Prishtinës, apo një kritike drejt për drejt ndaj leadershipit shqiptar, apo një moment që zoti Kurti ka shfrytzuar, pse jo, për të bërë pak fushat dhe politik edhe me marrëdhënien që ai ka me Ramën apo me Tiranën zyrtare, më saktë. Po, zotit Kurti për Shqipërinë, për bashkimin kombëtar dhe për marrëdhëniet në mes të dy vendeve i vjen ndërmend çdo herë kur ne kemi zgjedhje. Në të kundërtën, me mbarimin e zgjedhjeve shkon te varri Skënderbeu dhe thotë se bashkimi kombëtar nuk na lejon kushtetuta e Kosovës. Edhe pse kur ai e ka themeluar vetëvendosin dhe në njëra nga pikat e programit të tyre ka qenë bashkimi kombëtar, është bërë pikërisht në këtë kushtetutë që sot e ka Kosova. Unë nuk kam çka të them më shumë. Unë mendoj se takimet në mes të dy qeverive është dashur të vazhdojnë, është dashur që Kosova në pozicionin ndërkombëtar çfarë është tani, që mund të them që vetëm diplomaci nuk po Kosova tash e 5 vite, është dashur ka pasur mundësinë shumë të mirë të shfrytëzoj potencialin dhe pozicionin që e ka Shqipëria dhe zoti Rama në arenën ndërkombëtare. Gjë të cilën nuk kanë dashur, pasi që këta janë liderë që rrahin gjoks gjithkund dhe thirrën në emër babai kombit e gjëra të tilla, mirë po është larg asaj çfarë e mendojnë. E qartë. Zoti Veliu, të falenderoj shumë. Unë shpresoj që nga nesër në vazhdim do të mund të bëjmë një analizë asaj se çfarë pret Kosovën dhe jo të këtij rrethi vicioz që përsëritet prej më shumë se një viti tashmë me vendin që shkon në zgjedhje të vazhdueshme, me seanca në kuvent që dështohen, me emra që përfliten, me propozime që nuk pranohen nga ana e opozitës, se të mund të flasim për një qeveri të formuar, të votuar në parlament dhe me një emër president konsensual të paktën, se për presidenta politik duket e vështirë. Po unë spari uroj që nesër votimet në Kosovë të shkojnë barë dhe të kemi një dalje më masive të qytetarëve dhe të dënohen të gjithë ata të cilët bën ngërçet politike për gjatë 2 vite me radhë, ndërsa nga java tjetër të flasim dhe diskutojmë për koalicionet e arritura dhe mundësinë e zgjedhjes së institucioneve dhe dhënies fund ngërçet politik në Kosovë. E qartë. Të falenderoj shumë zoti Veliu dhe presit votoni po ashtu për të parë edhe se si do të jetë vota e emërgatës shqiptare. Të falenderoj shumë.